10 kandidatët më të votuar në Kosovë në zgjedhjet e 7 qershorit janë gati se të njëjtit, me ata të zgjedhjeve të dhjetorit të vitit të kaluar. Por kësaj radhe që të gjithë kanë marrur vota më pak, madje me 10.000 dallim me votimet paraprake. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, që për herë të 5 me radhë doli i pari. Kësaj here ka rënje prej afro 80.000 votash, nga dhjetori ku e theu rekordin me 403.521 sash. Tani ka vetëm 324.332. 54.000 vota më pak i ka dhe Glauk Konjoca, që sërish doli i dyti më i votuari. Kësaj radhe me 264.330 vota, nga 318.459 sa i kishte herën e kaluar. Humbje votash ka dhe gruaja që aktualisht po e drejton vendin si ushtruese e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, e cila mori 165.126 vota, mbi 9.000 më pak se në dhjetor kur i mori 174.456 sash. Hekuran Murati renditët sërish i katërti me 137.810 vota, por më afro 34.000 vota më pak. 21.000 vota më pak i mori dhe Donika Gërvalla, që sërish doli si e pesta me 131.841 vota. 6 muaj më par i mori 153.271 vota. Nga partitë e tjera, më i votuari është Bedri Hanca, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, me 126.936 vota, i rendituri i gjashti në nivel vendi, por që i bie të ketë humbur për krajën e gati 35.000 qytetarëve. 29.000 qytetarë më pak i votuan edhe Xhelal Sveqlan, që në dhjetor kishte 138.423 vota, ndërsa tashmë i ka 109.263. Brenda 10 së më të votuar si e teta radhitët dhe presidentja deri tanishme Vjosa Osmani, por që mund të konsiderohet si humbja më e madhe e përkrajjes qytetare kur krahasohet me vitin 2021, si herë të fundit kur kërkoi vota në zgjedhje. Atë voti mori 300.756 vota, që ishin 208.000 më shumë se tash kur i mori vetëm 92.234 vota. Edhe Jop Maqedonci dhe Avni Dehari, që e komplementojnë 10-ën, kanë marrur nga 8.000 përkatësisht 18.000 vota më pak. Diku 4.000 qytetarë më pak i votuan kësaj radhe dhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, që mori 83.892 vota, për dallim nga 88.207 në dhjetor.